Momentet që në shikim parë duken rastishme e që janë determinuese për vendimet tona në jetë, është çështje sa ne jemi të lidhur me botën e padukshme. Edhe do të jap disa shembuj që kanë dalë prej librave të njerëzve që kanë studiu sinkronicitetin edhe ligjin e shkaku dhe pasojës. E përmes atyre shembujve do të ndërlidhe dy shembuj të jetës time, shembuj që unë i vlerësoj që janë drastik, janë shembuj të mëdhej, përndryshe ka pas edhe tjerë, që e kanë determinu drejtimin tim, zhvillimit tim, kur janë lidh disa momente që në shikim parë ka qenë të rastishme, po nuk ekziston rastësia, gjithçka është e determinuar. Edhe përmes shembujve edhe ju do të kujtoheni për momentet e jetës juaj, kur ajo ka ndodhur, edhe pse është e rëndësishme me përcjell ato shenja. Për shkak se dallimi në mes njerëzve të suksesshëm dhe tjerëve, që janë masë madhe, është momenti i urtësisë kur e kap rrugën në për të cilën më rrallë kalohet. Ato që kalojnë gjithë, ajo nuk është rruga e njerëzve të suksesshëm. Rruga e njerëzve të suksesshëm është rruga që shumë rrallë kalohet, që e kalojnë njerëz që janë të gatshëm me të kaluar çdo sfidë. Mirë, po para se të hyjmë aty, të përkujtohemi për dritarin e Gjoharit. Për shkak se po më duket se mas një vjet e ca, ndoshta 2 vjet që se kemi diskutuar, ka nevojë me u kthy që spaku në këto kokra dramatike për krejt globin, me qenë të vetëdijshëm për vetveten, kush jemi ne. Do thotë janë dy studius psikolog me nam botënor, Gjo dhe Hari, dhe në bazë të atyre quhet edhe dritarja e Gjoharit. Do të thotë tash do të vimën, do ta vërtetojmë se ne nuk e njohim vetveten. Ose e njohim aq sa e njohim. Në pyetjen, kur pyet njerëzit sa një vetveten, zakonisht njerëzit thonë e njohun vetveten. Apo? Mirë, po unë kam miq, edhe familjen Gjakov, që kur ka ndodhur raste të panjohura për ta. Rasti më drastik ka qenë 99-ta, 98-ta, 99-ta, momente shumë të rënda, ata kanë reagu krejtësisht ndryshe nga ajo që kanë menduar se do të reagojnë. Do të thotë, nëse ne s'kemi pas eksperiencat deri tani për një ngjarje, ne nuk e dimë se do të reagojmë. Nëse ndodh diçka e panjohur në këtë moment, në reakcionin ton nuk e dimë. Themi, na ndodhi një herë një tërmet derisa ishim në Strug gjatë prezantimit. 200 e sa veta ishin në Strug. Edhe njerëzit reaguan në bazë dridhjes, edhe atë mund të themi se është pak e njoftur. Themi, aty s'ka pas njeri që s'ka përjetuar ndonjë dridhje. Mirë po, për njerëzve që kanë përjetuar tërmetin e rënd, themi të Shkupit, nuk ka pas, unë kam qenë 1 vjeçar kur ka ndodhur. Edhe reakcioni njerëzve ka qenë shumë i çuditshëm. Ata nuk e kanë njohur veten si do të reagojnë kur dridhet tokë. Ne mendojmë se e njohim vetveten, por kur ndodhin raste pa njohura, reagimi është krejtësisht tjetër. Ajo është natyra jon tjetër. Ajo është e determinuar, po ashtu edhe prek sinkronicitetin. Për shembull, në Gjakov kanë qenë 2 vëllezër që kanë jetuar në 2 mahalla të ndryshme. Edhe kur ka trokit dera e sokaku, dera e shtëpisë, gjatë kohës kur ka qenë ankthi më i madh, themi që Gjakova ka përjetuar në kohën në 99-ën, ka pas një periudhë shumë të rëndë, të 2 vëllezërit, edhe pse s'kan qenë takum, ata kur kanë hap derën kanë ecë me 4 komp. Kanë ecë sikur kafsha dhe kanë çel derën. Njëtën njësoj ka reaguar dhe vllau tjetër. Me një mall tjetër. Mandej kur i kanë shpjeguar rastet, ka ardhur në përfundim. Ata nuk e kanë ditë se në ato raste kur troket dera do të ecin në asisoj. Do të thotë momenti i ankthit
ka zgju diçka që me pas pyet ata si do të reagoni në asë raste, nuk e kishin ditë me determinu se ashtu reagoj. Që do të thotë se nuk e njohin vetëm. Mirë po, në pyetjen, e kom hu mbjerin e vijave. Okej, në pyetjen sa njohim vetën, jemi shumë tash koshient me këto shembuj se ne njohim 50-50. 50 e njohim, 50 nuk e njohim. Edhe kjo dritare në këtë aks, do më thonë, e njohim, nuk e njohim. Kjo flet për vetën. Okej? Kjo është vetë. Nëse pyesim tjetrin, sa neve na njohin, njerëzit që na njohin. Edhe ata, 50 na njohin, 50 nuk na njohin. Për shkak se ata na njohin kur jemi me ta. Mi po kur ne jemi vetë, ne jemi tjerë. Do thot, te tjetri, pala tjetër, po ashtu 50-50 është. Edhe krijohet dritarja e Gjoharit. Kuadranti 1. Do thot, na njohin, nuk na njohin. Kjo fot fjalë për tjetrin, kjo është për veten. Nëse fusim paralelen te kuadranti 1, kryqëzohet ne njohim veten edhe njerëzit na njohin. Edhe ky kuadrant quhet kuadranti publik. Dihet tamam argëtimi, Skenderi, Besimi, Fatmiri, si reagon. Njerëzit e njohin dhe ne njohim vetveten. Edhe kjo është kuadrant publik. Dihet se nëse mbjell limon, del limon. S'ka diçka tjetër. Dihet, ajo dihet. Kuadrantin e dytë do ta lëm për fund. Kjo është më rëndësishme, këtë do ta studiojmë. Kuadranti i tretë. E njohim vetveten, po tjetri nuk na njeh. Ne dim çfarë majmuna jemi, po tjetri s'e din. Ne jemi të vërtet kur tjerët nuk na shohin. Prandaj është shumë e rëndësishme kur jemi vetë me qenë ata që duhet me qenë. Edhe kjo është zonë gri. Zonë për tjetrin është e panjohur dhe kur s'kan me na njoft. Dhe njerëz që kemi më të afërt nuk kanë me na njoft për shkak se ne mbajmë fshehtësi. Edhe ajo varet për njeriu te njeriu, mirë po lart poshtë, kjo është realiteti. Kjo është zona gri. E katërta është shumë e rrezikshme. Këtu, as ne se njohim veten, as tjetri s'na sheh. Ndoshta brenda nesh është vrasje, ne nuk e dim. Në momentet caktuara ne reagojmë në mënyrë totalisht panjohur. Nuk e dim si reagojmë. Brenda nesh ekziston kjo zonë e zezë. Kjo zona e zezë. Kjo është zonë shumë e rrezikshme. Themi, njeriu normal, që në shikim para duket normal, në rrethana caktuara të jetës, kalon fashizëm. Edhe bën kataklizma, këtu të leadershipet e ndryshme mund të shifet. Edhe 5 pare nuk jep, themi, çka ndodh me njerëzimin. Në kushtet private, familjare, kemi në raste ku e zeza del momentet çuditshme del prej njeriut. Edhe njerëzit thonë, si ishte kështu, ishte kretë në rregull, mirë po, doli prej mendjes. Ai s'ka dalë prej mendjes, as ajo, po, ajo është e panjohura. Është interesant se as tjetri se njeh, as ne nuk e dim. Mirë po, ajo që është me rëndësi, është zona 2. Ne nuk e njohim veten, po tjerët na njohin. Duhet me marrë verdiktin prej tjetrit, si ata na shohin neve. Është shumë e rëndësi. Me thonë unë, se jam ky, pa e pyet tjetrin, për çështje kyçe, etikës, moralit, kombit, besimit, ti mundesh me mendu se je besimtar i madh, mirë po tjetri e shef se ti po luhatësh. Thot, nëse pyesën çka mendon ti, Skender, për çështjen e besimit, ti po mendon se je besimtar ama si je? Sipas verdiktit tim. Po e pyes tjetrin për puthët, po e pyes tjetrin, për çështje kruciale. Ose pyet tjetër çka
çka mendon ti, themi, çka mendon ti për moralin tim? Tjetrit shef, shokut shef, e din, se është rrit me ty, ose vlla është rrit me ty, ose motra është rrit, e pyet pikpamje, thot, po ti po mendon se je moral që po të lëviz syni, po të lëviz pak, edhe ti e shef si që bota, a i kemi të qartë. Ose pyet për çështjet etikës, çështjet fundamentale të jetës. Nëse marrim verdikt, përkundrazi, nëse na thot me dashamirësi një shok, shive e ke këtë tmet, ne i dhënohemi. Ne çojmë dur prej tij, prej saj, prej vllaut, ta do të mirën, ta thot pse ta do të mirën. Në familjet tona, kur ndodh diçka negative, reagon për shkak se nuk don familja me pas atë negative. Jashtë shtëpisë, hajde. Domethënë dashamirësia edhe dashuria për shokun, për shoqërinë, për antarën e familjes, për mikun, dashamirin, ndodh pse ja do të mirën, ata njerëz të guximshëm. Po zakonisht nuk hapin gojë me ta thonë një jo të këndshme për shkak të përgjigjes eventuale të egos, kur ne çojmë dur për njeriu pse na ka thonë të keqen. Edhe i dhënohemi, duke mos analizuar se po na don të mirën. Për shembull, në konflikt kanë ardhur edhe Jungu me Carl Gustav Jungu me Freudin. Ata 9 vjet kanë qenë si babë e birë, jo njoftu, kanë nda shumë gjërat përbashkëta sa i përket lamive të tyre, mirë po, në një situatë ku Freudi mendon se Jungu e ka tejkalu normën etiko-morale, vinë të konflikti. Edhe ata prishin afërsinë e tyre, për shkak jo gatishmërisë, pa marrë parasysh se te njëri apo te tjetri, gatishmërisë me pranu një realitet që tjetri e shef. Do thotë nuk është kjo vetëm dobësi ose mangësi e njerëzve themi të rëndëmt. Po kjo vlen edhe për njerëz që kanë dhënë shumë psihoanalizës, psikologjisë, botës themi të funksionimit të mendjes. E ne mot e ne. E tash mos guximi jon me pranu mendimin e tjetrit dhe nuk pyesim. Japim verdikt për vetveten. Për shembull, në jetët e juaja ju ka ndodhur me u prish me një shoqe, me një shok ose familjet me zveti, mu për shkak të asaj se ti man qëndrim të fortë se unë jam drejt. Edhe pala tjetër mendon man qëndrim se unë jam drejt, që do të thotë se të dy palët nuk janë të gatshëm me marrë mendim prej palës tjetër dhe pse kanë shumë gjërat përbashkëta që i lidhin. Pozitive, shumë më tepër se sa që kanë negative. Po edhe krejt njerëzimi, ma shumë kemi të mira që mund të ndajmë njëri me tjetrin, se sa të këqijat. Mirë, po kjo është zonë jashtëzakonisht delikate dhe kjo vlen për njerëz të mëdhej. Pse? Me qenë gjendje, me marrë mendim, me pyet, çka mendon ti për këtë, për atë, përmes pyetjes, edhe me kërku përgjigje sa më të vrasht, sa më reale. Bile më mirë është me qenë pak më i vrasht se sa me ta bë qefin. Për shkak se qefin ta bën një kohë, si fëmijëve që bëjmë qefin, mirë po, kur ballafaqohet me botën e jashtme, bota është krejtësisht diçka tjetër. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kjo zonë, është zona ku ne nuk e njohim. Mirë po tjetri na njeh shumë mirë. Edhe nëse bëjmë hapin me pyet tjetrin, me marrë mendim për tjetrit, ne çka bëjmë? Këtë vi, kjo është që vija e egos, e zhvendosim këtu. Edhe çka ndodh? Pjesa publike rritet, kjo zvogëlohet. Nuk mund të eliminohet krejt, është e pamundur, se ekziston absolutje përveç Zotit. Ndërkohë që me kalimin e kohës kur ndodh kjo, edhe kjo vija tjetër zbret poshtë, vjen këtu. Edhe zona e zezë, ku ne mund të eksplodojmë dhe të bëjmë çuditëra, zvogëlohet shumë bëhet e vogël. Praktikisht vjen zero. Zona gri ndoshta rritet, mirë po edhe ne pak aty e shohim vetveten e fillojmë u përmisu. Themi,
i kthehemi botës pa dukshme, Zotit. E keni pa njerëz që si kalojnë në mosh, gradualisht ju bie kjo vi, edhe kur afron, themi, më afër vdekjes, i pranojnë disa rregulla dhe ju bie egoja. Mirë, shkojnë xhami. Po bëjmë shaka. Mirë po, nëse këtë e bëjmë me kohë, jo për shkak se neve na ofrohet, na bjen fuqia fizike, mentale, funksionale e organizmit, po? Me rritje shpirtënore. Shpirtënore duhet me qenë në kohë kur ne kontrollojmë. Edhe me automatizëm, çka ndodh? Kjo zonë është bote e shëndetshme. Prandaj me pyet tjetrin. Jo më thon, unë jam diastist, unë jam majtist. S'dihet çka je. Duhet pak me hy ma thellë, për shkak se veprimet e përcaktojnë çka jemi, jo fjalët. Në veprimi. Nëse flasim për politikë, nëse flasim për besim, ne mund të thonë vetvetes unë jam mirë, po kur vjen besimtar i madh, mirë, po kur vjen sfida, kur duhet ti më u dorëzu. Po? Më thonë jam besimtar, ti thuaj që në pasanikëve pjesës më të madhe, 80% tash mos i fusim krejt, më thonë jepe krejt pasurinë. Jepe se ata në emër të besimit, ai të vërtetë nuk e bën atë punë. A ti pse? Për shkak se madje nëse ndodh ajo ditë prejardhje e pasurisë. Nuk e bëjnë atë punë, edhe pse plot e kanë gojë, domthonë veprimi e përcakton. Nuk rasti i Zuckerbergut të tjetër. I lind vajza pak me nevojat posaçme, çka bën? Këtë pasurinë 40 bilion i jep për këto raste. Shkon në zero. Çka bën bota e padukshme, krijuesi, ja kthen? Jo 2 fish, 5 fish. Mirë po, ajo përgatitje mentale shpirtënore, me përgatitjet ne që i kemi janë larg. Për shembull, dihet rregulla e ndarjes hisës, pasurisë, që ne themi zeqatin në Islam. I thu 2,5%. E themi 1.000 euro, 2,5 është 25 euro. Dhe i duket shumë, thotë, me pasun shumë, s'ka problem i jap. Mirë po i njëjti njeri, kur bën 1 milion, duhet me dhonë 25.000, thotë, apo shumë. E njëjta është. Thotë, unë kur do të kem, do t'jap. Po atë që e ke të jepe. Do të thotë, pak s'jemi me vetveten në harmoni. Gjohari e vërtetë, unë këto kur e kom dëgju këtë dhe kur kom lexu këtë dritarë, kom thonë nga dalë argëtim se s'qenke kërkundi hiq. Nga njerëz, dhja ju ka ndodhë, jeni të sigur se keni lexu një fakt në libër. Edhe i sigur, bile di dhe faqen krejt. Edhe e shpjegoj, jam i bindun. Edhe më thot njeriu, thot, nuk është ashtu se ke lexu gabimisht. Jo, e marr librin, e lexoj, ka drejt personi tjetër. Në momentin kur unë e kom lexu, unë e kom kuptu mrapsht, edhe ata të mrapshtën me kom ngulje dhe në fund kom shku. A vetëm një prej se i ka mungu, që unë se kom fut si parametër. E dini atë fjalin e mësusit që ka qenë mësus edhe i babës edhe i djalit. E dini? Baba ka qenë par excellence, nëzans, djali kërkund hiq. Mësusi, vjen djali, dhët, po, edhe i thot mësosi baba e gomar më subon. Shkon djali në shtëpi, thot babës, tha mësusit ka thonë gomar. Mësoj e gomar si baba më subon. E unë e kom kuptu dytën. Kom gull, kur e hap libri, kom bet, do thot, kur jeni mash sigurt për diçka, ndaluni se nuk është bash ashtu. Duhet me marr një farë mesatare. Gjohari, me njerëz të mëdhej, kur flasin norma sipas mendimit tim, ashtu siç e shoh unë, thot. Po, në bazë të kësaj thirret në citate, thirret e jep disa elemente të mendimit mbrojtëse për fenomenin për dukurinë që e flet. Unë kom pas rast me u shoqëru me atë njeri, është marrë me politikë, unë përmend disa herë Arben Xhaferi, fliste në normën e zonës më të lartë
jashtë absolutës, do më thonë absoluti është e pa diskutueshme dhe aty është krijuesi, këtë tjetër është relative. Mirë po nivelin dhe bisedës e kish shumë afër absolutës. Prapë në zonën relative, apo në zonën e lartë relativitetit. Ku nuk kishe argumente me kundërshtu për shkak se vendoste elemente drejta të mendimit vet. Thirreshte njërin në tjetrin sipas asaj dhe mandej si përfundim unë e them këtë. Njeriu sa më i madh, egoja më e vogël. Njeriu sa më i vogël, egoja është e madhe. Edhe kjo vlen çdo hap. Materia nuk krijohet me ego të madh. Për shkak se njeriu është i vogël. Materia krijohet vetëm kur është egoja e vogël. A e para duhet me njoft vetveten. Sa më shumë që njohim vetveten, e njohim vlerën, e njohim edhe jo vlerën, e ushqejm vlerën, mundohemi me eliminu jo vlerën, edhe mandej shefat të tjetri shumë ma lehtë vlerën. Nëse ti s'ki vlerë, si mundesh me vlerësu tjetrin? Është e pamundur. Ajo që është edhe më e keqe, ka plot njerëz që këtë kufi e ka nënën e kundërt. E ajo është e keqja e kësaj bote që tash ne jetojmë. Edhe nëse nuk sundon, nuk e bisundon dashuria, do të ketë kataklizm. Unë mendoj se do të sundon për shkak se teknologjitë që po na ndodhin tash. Këtë që po e bëjmë me Fatmirin edhe që po mundohemi me bo me media projektin e shumë, që janë të vogla në krahasim me mundësitë e teknologjisë edhe asaj që është e determinuar, janë zbuluar ato, ekzistojnë, po ne vetëm duhet me i prunë këtë botë, do ta fitojnë të keqen. Për shkak se është budallaki e paspjegueshme në këtë botë mundësive dikush me prish. Edhe po më duket se luftën edhe garën do ta fiton teknologjia, që me bot pa fuqishëm individin për me prish. Unë mendoj se është dëm i madh në kësi zhvillimi teknologjik me pas kështu përgatitje të vogël shpirtënore. Mirë po më duket se në këtë luftë prap energjia e mirë do të fiton edhe besoj do të jemi gjallë shënës inshallah. Ka viti 2030 do ta shohim në çfarë kohë do të shkon bota. E kemi të qartë, mos jepni zor vetes me thonë njohim veten pa e analizuar mirë, çdo libër që lexoni, çdo dije që merrni, del prej librit një dorë, prej librit del dora, që ose ju përgdhel, ose ju më shën shuplak. Sa më shumë që lexoni, mirë është mi hongër në fillim, kur dija vogël hani shumë shuplaka. Edhe unë hash. Si rritet dija, ma pak hani shuplaka, ma tepër ledhatime. Se niveli dijes e çon këtë vi këndej. Varet edhe për edukatës familjare, varet prej rrethanave shoqërore, mirë po më shumë t'i varet prej vetvetes kur ne jemi të pjekur. E dim çka është e keqe, prapë e bëjmë. E dim çka është e mirë, prapë nuk e bëjmë. Për shkak se e mira e ka normën e rëndë. Po shoh Fatmirin namazet ta ndek ndej, normë, është pak rëndë. Po rëndë tash. Nuk është bash, po duhet me prish rrafllëkun përmes rëndës, me dal në dimensionin tjetër. Rënda, aty kam me shti Gjakovarin tarikat. Po bëj pak shaka, s'ka lidhje, varet për individit. Kthehemi te tema sinkronicitetit. Kush e ka dëgjuar edhe një herë prezantimin, përveç këtu direkt, edhe një herë ka incizimin e ka dëgjuar. Në mirë është për shkak se 17 veta e kishin pa, duket Fatmiri 18-i, jashta, do thonë masi ju që e ki përcjell. Ja kam qenë djalit edhe shoqë. Po, mirë. E tash, e keni parasysh atë që kemi diskutu. Mbrom, dëgjova për një rast që kishte ndodh
një personit që ka qenë medium. Ka ashtu mediume që pak a shumë ekzistojnë mes botës materiale dhe asaj jo materiale. Mirë po ata mediume kemi bisedu në atë punë, atë çështje janë të posaçëm. Disa e keq përdorin, disa se keq përdorin. Ata që e keq përdorin ju ndërprehet lidhja. Ata që nuk e keq përdorin, edhe mbajnë vete, e mbajnë lidhjen. Edhe po shpjegojnë për një rast, një aeroplanit që është dashur me fluturu prej Gjermanisë për në Shkup. Tash po flasim për determinancat, rastësit edhe ndodhit. Personi gjendet në atë aeroplan me një mas njerëzve që është dashur marrë në Shkup për me prezantu procesin e meditimit, koncentrimit e tjerë. Kur niset aeroplani, para se mu nisë aeroplani, kjo ka një ndjenjë jo të mirë. Mirë por nuk reagon me zbrit. Ndërkohë që ndodh një ngjarje tjetër, një histeriet një grus, e cila bën ashtu skandali që s'ka mujt me u nisë aeroplani për shkak se piloti merr informacionin se kemi një njeri shumë të shqetësuar, brenda dhe vonohet fluturimi. Ndërkohë ndodh një gru, bën histeri dhe më të madhe humb qenin e saj, qeni ku më ditë ku është futur, ndër cilën themi karike, edhe bën skandal. Edhe aeroplani vonohet 1 orë gjys. A ky i shef ato shenja dhe asesi me reagu me zbrit për aeroplanit. Ndërkohë që gruaja që gjen qenën, në atë histeriesi për të hapni dyrt, du me lëshu aeroplanin. Edhe zbret. Aeroplani vonohet 1 orë gjys dhe fluturon për në Maqedoni. Ngritje sipër, gruaja që ka reagu e dyta, shenja e dytë me histeri, e shef se po digjet motori i aeroplanit. E thot po digjet, edhe ky tash personi që është gjallë, mediumi, e shef se po digjet motori. Dhe këti tash i lidhen gjërat. Ky nuk ka zbrit për aeroplanit për shkak se si medium e ka ditë se nuk do të vdes ky para nanës tij. E nana vetë ka qenë gjallë. Edhe s'ka zbrit. Mirë aeroplani është dashur me ateru shumë shpejt, edhe ateron në fush. Shpëton, shkatrohet aq sa mos me u djeg, shpëtojnë gjithë. Do thot, kretë ato shenjat që kanë ndodhur, nuk kanë qenë të rastishme. Edhe çka thot piloti? Thot me u pasnis në 1 orë gjys më herët. Për shkak se motorat kanë punu. Motori tamam mbi Adriatik ishte e kallë, edhe s'kish pas më shpëtim. Shpëtimi që ka ndodhur, kanë qenë ato 3 raste që kanë ndodhur mes me unis aeroplani me kohë. Mirë po ekziston edhe kundërta, me unis edhe mandej me ndodh kataklizma. Shenjat që ndodhin, ne mendojmë se janë të rastishme, po ato nuk janë të rastishme. Si janë të rastishme, ato janë të determinuar, ato janë shenja që neve na ndodhin, por ne nuk i marrim si çështje që është determinant. Shembulli tjetër. Në një libër të një grupi të autorëve që analizojnë sinkronicitetin, tregojnë për një rast shumë çuditshëm. Në vitin 1827, një anije në ujërat britanike fundoset. Mirë po, të gjithë marinarët në anije edhe udhëtarët shpëtojnë për shkak se vjen anija e dytë që nuk vonohet më shumë se 24 orë edhe i merr udhëtarët. Domethënë skemi vdekje. Mirë po, çka ndodh me anijen e dytë? Po ashtu fundoset. Udhëtarët e anijes parë dhe udhëtarët e anijes dytë po ashtu shpëtojnë prej anijes tretë. Edhe anija e tretë fundoset, vjen e katërta. E katërta po ashtu fundoset, mirë po udhëtarët dhe marinarët po shpëtojnë edhe më të tje. Edhe anija e katërt fundoset edhe i shpëton një anije e madhe interkontinentale. Këtë kjo ndodh për 13 ditë. Brenda 13 ditëve kemi 4 fundosje të anijes. Shihni tash ngjarjen anijen e 5, në atë interkontinentale. Një gru niset me gjetë birin e saj, që kishte humb
kohë më parë. Edhe ka mbajt fotografinë e djalit, 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet. Edhe ajo ka qenë në Ani. Ndërkohë i keqësohet gjendja dhe mjekët që ka qenë aty, miren me te, edhe kjo plaka fillon me humbe dhe pamjen, ka qenë ato në agonit e para të ndrimit jetës. Edhe lutë mjekun, thot, unë jam nis për me kërku djalin, më ka shty dashuria e madhe, e thotë, ja fotografinë ku e kam, të lutëm kërkom mësosh në Ani. Edhe ky e bën atë mirë. Edhe i duket dikush i ngjashëm me fotografinë. Edhe shkon shife i thot, është një plak, po kërkon djalin, është para vdekjes, nuk është keq ti po përngjajshe shumë, me u afru dhe spaku e me ndru jetë me shpirt qetë. Thot po e kërkon djalin edhe thot emrin edhe mbi emrin. Edhe ky thot, po unë jam ai. Edhe kur shkruaj afrohet plakës, ajo e ndin aromën, erën e djalit. Edhe i hapen syt, shërohet në moment. Këfillet gruaja. A ka këtu koincidencë? Se ekziston koincidenca. Do të thot, ne jemi faktori 1 që shkaktojmë një ngjarje, mirë po pjesa tjetër e harmonisë universit e bën punën e vet. Nëse ne mundohemi me prek këtu, ne me determinu, ne me koordinu, atëherë ndërprehet çdo lidhje dhe se ekziston ajo gjetje që në shikim parë duket koincidencë. Po bukuria e njeriut pa ego, me urtësi dhe me dije, i kap momentet dhe shenjat kryesore dhe i përcjell. Shihni rastin tjetër që po ashtu nëpër librat e njerëzve që kanë studiu këtë çështje, shënohet. Feston një vajzë ditëlindjen në afërsi të Londrës, 200 km prej Londrës. Feston ditëlindjen në kopshtin e saj, prindët e saj. E festojnë me shoqëri, me fëmijë. Edhe kërkohet prej vajzës që në një ballon prej heliumeve, din ato ballonet me helium, në kutinë që është e varur për heliumin, me shënu kërkesën ose dëshirën për ditëlindje. Edhe e shënon, do të thotë, sikur e uron dikë tjetër, sikur me qenë vetvetja, themi, po uron, e shef vetveten si projekcion në anën tjetër. Edhe dëshiron për vetveten, themi, gjosendi apo elemente tjetës apo dashuris, edhe shënon në atë letër dhe më vështjellë në kuti, edhe këta, si mas asaj rregullës, e lëshojnë ato ballonat me helium, të flutron në lartësit, mirë po heliumi si helium, dal nga dal, dëmtohet, datohen ballonet e 200 km më larg, bjen ajo kuti dhe ai ballon në një kopsht në anën tjetër të Londrës, 200 km prej këtij kopshtit. Vajza quhet Laura Barton. Kur bjen balloni aty, e hap ballonin një vajzë që poshtë quhet Laura Barton. Me flok kaçorela nisoj si kjo vajza, me qenin labrador, njësoj që ka pas kjo, me frizurën e njëjtë, me kukullat e njëjtë. Ke qenë porosin, hajde thuni se ka rastësi këtu. Për këto ngjarje që i ka shënu historia e ngjarjeve të njerëzit. Mirë po, është e kot me fol për ngjarjet e huaja, po, të aeroplanit, të anijeve, të vajzës, ekzistojnë edhe tjera, pa u kthy pak të ngjarjet tona, dhe unë i kam kërku cilat janë ato ngjarje, që me farë forme kanë determinu drejtimin tim. Ne kemi folur për ngjarje shumë të mëdha, gjatë jetës time që ka ndodhur,
që kanë paralajmëruar diçka, por nuk do të hyjmë në ato që kemi diskutuar, do t'i kapi vetëm 2. Do ta marr rastin, për e merr mendja Skënderi çka do të foli. Ta marr rastin si kemi ardhur deri te kjo sot që e kemi. Gjatë Covidit, unë vendosi, jam protagonist edhe kërkuesi kryesor që me u hap biznesi, ex-biznesi jon i përbashkët në Kosovë. Kosova nuk ishte në hartën e biznesit, as Shqipëria. Edhe me një fjalë, unë bëhem kumbari edhe e dini këtë si ka shkuar ngjarja, edhe vendose që më hap ID numrin për Kosovën dhe Shqipëri. Edhe mirë pas asaj vjen Covidi, edhe unë vendosi me punu në Kosovë në Hotel International Prishtina. Mirë, por nuk e zgjidhi rastisht. Prej këtë hoteleve që i kom pa, edhe pse ishin më të lira, ky më la përshtypje për energjinë, për vendin ku ishte, edhe salla e cila quheshte Fajkonica. Çdo sallë kishte emrin e ndonjë rilindasit ose themi njerëzve shqiptarëve të mëdhenj që kanë lënë gjurmë në historinë kombëtare. Edhe unë vendosa aty me i bë, edhe pse ishte hoteli më i shtrenjtë. Edhe një nga prezantimet që kemi bë, me që ishte e shtrenjtë, themi një gjysmë dite, ne organizoshim ka 2 prezantime. Në njënin prej prezantimeve vjen Skënderi me Nasirin në atë ngjarje. Mi po ngjarja vonohet. Leonardi flet pak më gjatë e zgjasin ata që kishin fjalën para meje, edhe praktikisht mu më ka mbet vetëm 15 minuta me bisedu, çesa ka pas kohë Skënderi me Nasirin me ndëgju, për shkak se kanë pas një takim tjetër që s'kan mujt me e shty. A që shtu prafërsisht? Mirë, po arrin me ndëgju 15 minuta. Unë kam pas temë krejtësisht tjetër. Unë s'kam pas atë temë cilën e kom nisë ato 15 minuta. Unë 15 minutat e para ja kom kushtu Erik Vorit. A Nasiri është taku me Erik Vorin, edhe me filozofi, është taku fizikisht, po është taku me filozofinë e networkut, se ka qenë i pasionuar me networkun, si guru, që një ndër gurut më të mëdhenj të network marketingut. Edhe kur e kom hapur në temën e Erik Vorit, anë Erik Vorin e kishim pa në për elit seminare të ndryshme dhe kishim shumë të afërt sa i përket asaj shkolle. Skënderi atëherë është kthill, ka thënë se pas ka dhënë shqiptar tjetër që po njeh ka Erik Vorin, tu mendu se Erik Vorin e njeh vetëm ai. Edhe në realitet neve na ka lidh kush? Na ka lidh Erik Vori, edhe i ka thonë vllaut ti, ka thonë ne tash herën tjetër kur do të vinë këta, patjetër do të më ndëgju prezantimin. Edhe kjo nuk është rasti. Çështja është sa ne kemi përcjell atë element, edhe sa ne e kemi taku atë koincident që nuk është koincidencë, e që e kemi bë, e që ka pru deri ditën e sotshme. Si është e mundun me u përpudh gjitha këto gjëra? Është e pamundun, se ekziston, do të thotë rastësi, këtë pas ka ndodhur rastisht. Jo, ato kanë qenë determinanta. Ato kanë qenë shkaku që duhet me e dhënë pasojën. Edhe tregimi mandej është zhvilluar dhe ju e dini si është zhvilluar ai tregim. Praktikisht i mban gjallë me zyret e tyre, mban gjallë në qendër, e mbanin me zyrën, e mban gjallë sistemin në kohën më të keqe. Madje paraqit unë e shoh se dikush në kushtet më të rënda e diskuton biznesin, edhe normal nëse dikush bën shumë jep, duhet me përcjell, me u shumëzu me vlerën, jo me u shumëzu me zeron. Edhe unë orientohem me bë prezantime, filloj me bë prezantime në Ferizaj. Kalon Covidi edhe fillon krejt ai tregim, i cili merr modifikime të ndryshme njëna pas tjetrës, me ardhur deri te ky moment i edukimit
tjetër me gjitha peripetit që kemi kalu edhe themi traumën që e përjetum krejt zbashku në gusht. Edhe këtu nuk ka rasti. Edhe kjo është diçka që ka ndodhur. Mirë, po çështja është a i marrim ne si parametra edhe a i rendisim në mozaikun ton edhe sa japim rëndësi edhe sa i përcjellim. Nëse nuk i përcjellim, nuk ka krijim, nuk ka vlerë shtuar. Nëse i ignorojmë. Po? Do të thotë, është me rëndësi gjërat që i shifni si janë të përputhshme me i përcjell për shkak se ato janë shenja të sigurta që ne me një farë forme futemi në çka? Në çka futemi? Ku ka ndodhur? Do thotë, rastësia është për botën tonë. Këtu nuk ka rastësi. Kjo është botë tjetër. Do thotë ne kur ato çështje i vërejmë, ne me automatizëm e bëjmë lidhjen me a këtu janë determinume. Këtu suksesi është i gatshëm. Nëse e përcjellim, rezulton. Nëse se përcjellim çka? Ne e ndërprejmë. Ky mediumi në aeroplan është frigu. Kur ka pas apokallet, po digjet motori, është frigu dhe në atë moment, e spjegon tash ky një personi që ma tha mu, që ka pas komunikim me këte, thot, mund ndërprej lidhja me botën tjetër. Në momenti kërë është frigu, dhe thot çka? Krijuesi e ka pas e ky me besimin, nuk është taj, edhe për një moment ja ka ndërprej komunikimin e asaj që ky ka pa pak më thellë në botën tjetër. Vetëm kërë është frigu. Hajmë të regoni, ne jemi të frigum. Bota ku është në atë pikpamje të frigës. Jemi të frigum, a kemi me hongër për nesër. Çka do të bëhet me investimin? Po, a do t'i dalim në kry? Ekziston vetëm një rrugë, edhe asë nuk ka kthim. Rruga e suksesit është vetëm një kashe, s'është dy kashe. O e bëj, ose bëj. O jam i gatshëm i kalu gjitha peripetit, o nuk jam i gatshëm. Nuk ekziston rrugë e determinume krejt rrafsh deri te suksesi. Është me plot sfida. Mi por nëse e dim me përcjell këtë determinim se këtu suksesi secilit prej nesh është i determinuar, vetëm varet ne a kemi me thith. Kur nuk e thithim, kur ka barierë. Kur e tërheqim, kur ka praktikisht e gjen kuptimin, si tham para 2 javë, e gjen kuptimin në çfarë do rrethane. Kur e gjen kuptimin, me automatizëm ti nuk je më posesiv. Ti më nuk shtrëngon kur gjë. Ja lën logjikës edhe fuqisë krijuesit. Aty mbaron muhabeti. Mirë po jo me ndajt, me dembeli kur gjë mos më bë. Hizmetin do të më bë tërkohë. E tash rastin e fundit ta shpjegoj. Kemi edhe raste tjera. Kjo me media projektin që po ndodh është diçka e jashtëzakonshme. Do të thotë, ndëgjoj unë në Kan, në ngjarën Kan. Dëgjoj se do të ketë një pajisje e cila do të futet në çdo ambicëri. Ne nuk e dim çfarë pajisje. Okej? Mandej e kuptojmë se ajo pajisje në realitet është e botës të telekomunikimeve. Unë strukturën time kam njëri i cili e njeh fatlami me eksperiencë 10 vjeçare në 4 shtete ku praktikisht është involvuar mu në botën e telekomunikimit. Edhe unë insistoj atë njeri me ofru sa më lartë hierarhisë kompanisë për shkak se unë insistoj. Unë e kom nis çka? Çka kom nisën? Çka tham? E nis ti, mandej dikush tjetër e kryen punën. Ma pa e nis nuk krijohet. Edhe unë e nisi iniciativën me çdo kusht. Atë njeri me çu për me njoftu menaxhmenti i kompanisë. Në haprim e sipër ish HC Hans Christian
HC e unë e quajta bukpjeks. Për shkak se ishte shumë i trashë, mendoj që se viç han kësi pite. Edhe thesha bukpjeksi së mundet me kry punën e media projektit. Edhe kom insistu, 2 vjetë kom insistu. Ç'më s'kom bo? S'kom lanë derë pa hapë. Prej drejtorave regional, liderave leadershipit në Turqi, në Istanbul, erdha në konflikt me Mike Millerin, shkak se s'donte me ndëgju. Derisa nuk ndodhi ajo që për shumë kënd ishte e pamundun. E pamundun. Edhe në realitet, media projektin e trashëgoj muaj njeriu për cilin unë e nisa iniciativën. Mirë po, këtë punën e ka kry kush? E ka kry dimenzioni tjetër. A ka pas sfida? Shumë. A ka pas probleme? Shumë. A ka pas momente të frustracioneve? Jashtëzakonisht shumë. Mirë po, iniciativa ose rastësia e nisur prej botës time, i bindur se do ta ngrit kompani në nivelin më të lartë dhe do të ketë sukses projekti, e ka bërë që 6 muaj para rënimit të kompanisë, source kodi kryesor për me posedu projektin kalon në durët e personit ose në durët tonë. Edhe mbetet fija e vetme e rënjes biznesit që është gjallë sot. Edhe gjithçka që ka ndodhur, vetëm e kemi përcjell ato rastësi që s'pas kanë qenë rastësi, edhe kemi përqafu. Edhe nuk ekziston çmim që mundet me ndalë atë, se ekziston. Nuk mund me ardhë deri te suksesi i madh pa e përcjell deri në fund. Edhe janë përpudh ashtu hapat. Gjithmonë është gjetë mënyra dhe zgjidhja në momentin e fundit. Edhe aty çka ndodh sot? Fatmiri është prezent. Vjen një person për biznesin e ri paralel që do ta bëjmë, e cila po ashtu nuk vjen për rastësisë. Tash do ta shpjegojmë atë. Edhe unë disponoj me pa numër fuqi megawatt korrentit, që muj me shit kompanive me 20% ma lirë se sa që ka EVN-ja të ne thuhet, ose të themi monopoli i shpërndarjes rrymës në Maqedoni. A i dini që do më thonë për firma 20% ma lirë? Firmat harxojnë shumë, plus e paguajnë korrentin industrial, që shumë i shtrejt. Për një dyqan është i shtrejt, për një dyqan shumë i thjeshtë që nxehet me një kështu klimatizeri, do shta pagu 100-200 euro muajin. S'po flasim për kompanitë e prodhimit apo marketet që kanë frigorifera që do të me punu 24/7. Që të thot në një kompani që paguhet rryma 1.000 euro, me ullë për 400, që është në fund buxheti 5.000. Ose të themi ka kompani që harxhon edhe më shumë. Edhe u ofru njeriu. Prezent ishte dëshmitar e kam Fatmirin. Edhe mu çka më kujtu. Unë gjithmonë kom thonë juve se kur është paraqit lajku, Facebooku ka marrë hof. Tesa që është paraqit lajku, Facebooku ka qenë kompani e panjoftun. Lajku e ka bo, mandej ka ndalë edhe tjera. Edhe më është bëj ma. Edhe unë me partnerin tim biznesit kom thonë shefe, do del diçka që do ta determinon punën. Edhe kanë me dalë plot. Pse? Për shkak se kjo botë ka me rregullu çështjet. Nuk e përcakton suksesin e kompanisë tonë kjo botë materiale. Pa marrë parasysh sa materie është futur se do të futet. Kjo ka me përcaktu. Edhe them unë diçka. A njefti kompania, njef shplet kompani. Edhe Fatmiri e vlerësoi shumë lart pozicionin e tij. Tha plot, thasha mujmë kështu, shkojmë të kompanit, ju ofrojmë këtë mirë,
edhe themi nëse ka rryma me pagu 2.000-3.000 euro, ne ju lehtësojmë në mujt me pagu 1.000, 1.500, 2.000 euro, 500 euro ma pak. Mirë po ju themi për ato para japim marketing. Besimi e ka të qartë, e kuptove. Edhe ne, plus asaj themi, për ato pare ju bim edhe qarkullim për mes voucherëve. Edhe më mbaroj puna, për Maqedoni, media projekti, unë mbyll. A nësaj mundet me shite në Kosovë me 40%, e kemi kry punën që pas në arru me pyt, do t'a pysë orën sonte. E kemi kry punën. Thash, sa mund është sa të dush. Njeriun me cilën ishi lidhun, aja është ndoshta multimilioneri më i madh i Maqedonisë. Qërin ndoshta në margjina, mirë po, shifni tash, ka ndodhur diçka. Që se kemi pas as në fundin e mendjes. Ku ka ekzistuar ajo? Domethënë pas ka qenë si ka zbritë ne. Ka zbritë në momentin kur kemi qenë të lirë, ne e dim se do të ndodhë. A me qu dorë për foshnjës tonë, nuk e kemi ndërmend. Kjo është si me qu dorë për fëmijët tanë. Investon të tanë jetën edhe me qu dorë. Edhe pa marrë parasysh, a dikush e beson a se beson. Pa marrë parasysh, a ka edhe një njëri që e beson apo jo. Kjo do të ketë sukses për shkak se kjo inteligjencë s'ka kufi. S'ka kufi, hiç. Dijet tona, inteligjencën tona, të krejt njerëzimit me i mbledh, nuk e bëjnë as promilin e kësaj. E tash vijmë të determinanca tjetër. Me Fatmirin, si mi dëgju bërë 5 vjetë, ne edhe si mi pa. A është ashtu Fatmir? Në ligjeratat e ndryshme që flitet për sinkronicitetet dhe libra, thot, nëse ju paraqitet dikush mas 5 vjetëve, a para prakisht ju ka shku mendja të aj, ose të ajo. Pini një kafe edhe bisedoni, për shkak se është rrugë e re që hapet. Shif shka ndodh. Zyret kur ne kemi punu biznisin ton, 5-6 vjetë në Shkup, që kanë qenë pronë e njërin për liderëve që ka qenë karriera 8. Me qëllim s'po përmendi emra. E merr me qira Fatmiri për me punu në Shkup. Personi që jep me qira Fatmirit, thot një person me emrin Fatmir për ma kërkon zyrën a mos e njef. Me që ne kemi rjeta shumë, si e kam për emrin këj përgjë, thoshe e njef. Qka të bëj, normal, kur kërkon qiragji, kërkon me qenë si duhet, të thash lirisht. Mirë po unë se kom ditë ndërkohë çka ka ndodhur. Ndërkohë bëjnë marrëveshjen e merr zyrën. Ndërkohë personi e shet banesën, e merr dikush tjetër. Mirë po e trashëgon qiragjiun mbrenda, me gjitha marrëveshjet që janë mbrenda. Dhe më paraqitet mu Fatmiri. 5 vjetë si ishim pa, 6 vjetë, 4 vjetë, nuk e dis. E thot duhet shifemi, për shkak se kam diçka që ti duhet ta dëgjosh. Para asaj s'kanë qenë kushtet më thirrë. A dini pse? Se më pas thirrë dhe sa kom punu në biznisin e vjetër. Ama tjetën punë ka ditë edhe pala tjetër. Hajde thuni se është rasti. Edhe unë pini kafe, dëgjoj për këtë tren, edhe qa që jam i sigurt, se kjo do të bëhet e madhe, sikur që ditë, sikur juve që pjusho. A dini pse? Për shkak se i kapa shenjat. Punën, a dini si? S'po ka nevoj, sot pa njës prezentimin, çka tha njeri u, Fatmir? Tha, hiç s'ka nevoj. Tha, a jeti këtu, tha unë me sy më mbyllur e bëj. Edhe njëti njeri tash u paraqit dhe për punën e Korintit. Po përputhën gjana, tash a dini çka? Tash po hapen krejt. Mos e pasëra biznisi. A kishë ndodhë kjo? Jo. Do të thotë çka është dashur e më gëzu në gusht dhe me bo darsëm bile. Me bo darsëm. Edhe me u gëzu. Jo me marë, mi po për ku jam nisun? Dopsia për botës materiale. Shpirtin gusht. Kërkush jesh. A ti sa mu ka dok vetja i vogël? Mirë po, dhe këte duhet me e pa për me njoftë sa ma shumë vetë vetën që
Rastin tjetër, kur të vjen sfida më thonë a diçka, deri në fund me kusht edhe të vdekjes. Edhe të jetës. E atëherë e ndin lirin e vërtet. Materia mandej vjen si pasoj. Edhe është shumë çudi. Po ngjiten njerëz dhe po ndodh suksesi, s'po di si më thon, sikur themi skijat më të mira që shasin borën më të mirë. A është ashtu Fatmir? A ka diçka të hiperbolizuar me këto? Tani në vendi ku ka qenë epicentri i biznisit, po ndodh e njëjta zyre edhe nuk është rasti. Edhe çka është më interesant, atë që e kisha upline tash e kam lifeline. Unë kam dhënë më herë. Edhe do ta bëjmë tregimin më të mirë edhe për Kosovën, se Kosova është në atë botë, po fatkeqësisht harxhon shumë energji, pare dhe mundi për me kriju çashtu vlera që kemi mundësi tash më i bëj. Edhe jam i sigurt. Çka është më interesant, po përputhet tash edhe njëri projekt me projektin tjetër. Lene po hapen edhe dy tjera që tash për me dhënë përgjigje, duhet me pas shumë kapacitet të punës. Veç ai zoti më punu. Edhe fund, praktikisht s'po na del dita. S'po di tash kuj më përkushtu. A nipit a mbesës, a vajzës, a grus, a biznesit, a vetvetes. Edhe i thash Fatmirit, a di shka Fatmirit, ten qershor. Në qershor, vera kur të vjes mi shes sytë se duhet krejt me u pastru për këtë zezave ndeti. Pse po e them këtë? Nuk na vjen suksesi për pa e përjetu idhësin të idhtën e rrugtimit. Kemi thonë disa herë, ilaçi është i idhtë. Mirë po, kur përbihet, është shërus. Mirë po, ilaçet nuk janë vetëm të formës fizike. 99.99% janë botës mentale, dhe janë të idhta, të rënda. Kush e përballon e përballon? Tjerët kanë me mbet margjina. Fatkeqësisht 99.99% njerëz. Pra, djalli më shifet të sheqerit, e ëmbël. E ëmbël ngoj, kur ta fut mrenda, hel. Në mandej diabeti, po diabeti? A i kemi të qartë. Njerëz nuk janë të gatshëm me përjetu idhtësinë e jetës, që të thotë është sfidë e rëndë e njëhershme për kënaqësi të përhershme. Njerëzit donë kënaqësi njëhershme, e mandej që e paguajnë me pa kënaqësi të përhershme, është diçka tjetër, edhe diçka. Mos ju besoni lumturive të njerëzve që ju mendoni se janë të lumtur se kanë para. Pra pavia edhe mbas perdes më shifen jashtëzakonisht gjëra të rënda edhe jo të mira. Mos i besoni asaj. E kam një inspektor shok, i lartë është në polici, edhe ata kur futen, themi në një çështje, konfiskojnë telefona, kompjutera, edhe futen në ngjarje. Qashtu a moraliteti edhe jo etike ka mrenda, atyre që na mendojmë se janë suksesshëm dhe kanë para, që mendjes shumë e rrugë. Po flas për modelet e këqija, po flas për modelet e mira. Mos në jo trullon modeli i keq i pasurimit. Do të vjen, puna është me ja bo hizmetin. Edhe ramjet kur ndodhin për të mirën tonë. Shifni, me foljo letë, edhe unë kur e flas, duket letë. Kur gjindem aty, është pak si rëndë. Mirë po kur përkujtohem, prap zgjohem. Ne kemi ato dobësi. Zoti na ka falë, me të mirat dhe me të këqijat, mirë po, na jep mendjen, na me vendos. Nëse ne me mendjen tonë vendosim, ne dallojmë prej kafshëve. Për ndryshe s'ka nevojë me mendu. Kafsha nuk mendon dhe përcjell natyrën, po kur nuk e han ushqimin e helmuar. A ne e bëjmë atë punë. Pse? Për shkak se ato hedonizmat e rreshme e trullosin, e ndotin mendjen. Prandaj po ju them, sfidat që i keni këtë i kalu, sfidat që ju presin, sfidat që na presin të ardhmen, janë vetëm shenja që duhet ju me i pa. A është kahja që duhet me hec, mirë po ajo rrugë është rrugë që rrallë hecet
po e shtektojnë vetëm njerëz të suksesshëm. Por ndryshe kishin qenë 99.99% suksesshëm, tjerët kishin qenë në margjinat jetës. Këtë po e them, për shkak se na pret shumë punë. Na pret projekti, na presin hyrje në projekte dhe treja, na pret punë shumë e madhe, na presin momente të rënda, mirë po ato janë vetëm shenjat e mira që ne duhet me shku me bindjen e plot dhe me qitë në dritë një ndër projektet më të mëdhaja që ndonjëherë ka pa njerëzimi, është media projekti, po dhe këtë që unë po e shoh, e që s'ka kushëm lëkund, sa e përket rritjes edhe ngritjes këtij dimenzionit teknologjisë që po ndodhe që ne po e kapim tash me të parën. Për të dikën për ju, këtu është e panjoftun se si ishit në prezantimin që bani Fatmiri, mirë po së shpejti do ta kuptoni gjithë, edhe ta bëjmë projektin, një ndër projektet më të suksesshëm. Unë kom lidh një inat me krejt botën tash, qysh me bë me qenë më të suksesshëm se krejt. Është inat konstruktiv. Nuk qaj, pse profesori ka dhënë 5 dikujt tjetër, nuk e xhelozoj, mirë po du me marr 5 edhe unë. Edhe duhet me ja bë hizmetin, po. Nuk e di se isha i qartë, nuk e di a e nxorët përfundimin, pse është mirë me i përcjell shenjat, me qenë me kam në tokë, edhe me kuptu se kur ndodh një moment i rëndë të ne, veç ma kemi arë momentin ku duhet me vendosa me shku majtas apo djathtas. Njeriu sa ma i me pesh ma të madhës, me ego sa ma të vogël, njeriu sa ma i dishëm, sa ma i qetë, sa ma besimtar, sa ma shumë që i beson botës pa dukshme, vendos me shku gjithmonë, hajde të themi djathtas, tash po marrin djathtën si kur nuk shkon majtas, ose nuk fundoset kur vazhdimisht është në sipërfaqe edhe rrugton. Prandaj këtë temë e hapa, është pak abstrakte, mirë po mendoj se në jetën e ju janë paraqit momente shumë interesante ku janë lidh gjërat. S'kan qenë gjitha tomla, mirë po nëse keni ditë me i lidh edhe keni rrugtu, e keni hapru atë, ka dalë mirë, qoftë gjatë shkollimit, qoftë gjatë sfidave që keni pas familjare tjera, qoftë gjatë themi golgotës që ndodhin në Kosovë, ju mund t'i nxjerrni. Mirë po nxjerrni përfundimet se nuk kemi rastësi. Edhe mos bini në provimin e matjes peshës njerëzve. Se kur bim në atë provim, njerëzit e pandershëm i shpallin për të ndershëm, a njerëzit e ndershëm i shpallin për të pandershëm. Edhe është gabimi më i madh që mund me vë. Kuptohet se nuk ka njëri të pagabueshëm, edhe ai ndershëm jo s'është i pagabueshëm. Mirë po, s'ka ma shumë djallë, sasi djallit, mas djallit edhe të shtrigave, sa ka tash në këtë botë që po mbretën tash. Dhe me pas shumë kujdes. Po mundom më shprej pak figurativisht. Edhe tash është mjeshtri me qëndru tek e fundit, kur gjo ma tepra, ma e mbrojmë dignitetin. Se digniteti kur thyet, kur thot, çka e prish burrin? Kojtja, lakmia. Edhe shku thejet në dignitet, kurizi thejet. Edhe pika shkryjes bjen shumë poshtë. Shumë është me rëndësi tash. Domethënë kjo është në momente kyçe, e tash rjetat që në shikim të parë ne i kemi humb, në realitet nuk i kemi humb. Po çka është bo? Është bo, si thuni ju, shartimi i rrushit, për me dal vera më e mirë. Është pastru, është po, ha? Po, me dal më të mira. Edhe na ka mbet çka? Ajo më e mira që del pi mjaltit. Që ka fuqin 50 herë qumshti. Ka mbet më e mira e zallit situn. Ka mbet më e mira e metalit e arit, 24 karat. A më mirë me punu me 100 general, si duhet,
apo me 2 milion ushtri që e deshin uniformën dhe ikin mamma mia si italian të luftën e dytë botërore. Ma mirë me 100 general, sa ata 100 general ta bojmë ty ushtrin më të fortën. Prandaj kuantiteti i ushtrisë të vendeve përreth me kualitetin e ushtrisë që e ka Kosova, kualitetin, s'ka kvantitet, po kualitetin dhe shkollën që e ka e bën shumë më të fortë, po edhe luftën, çfarë do luftë të ardhshme, se sa fuqit e tankësave apo aeroplanave. E atë, nëse se kemi në kokë, kur të lirë si jemi. Prandaj, të i përcjell këto determinanta, e shef tamam ku jemi. Unë ju them juve, se me atë që është bërë këtu, në pikpamje të mbrojtjes, kanë mu kujtu 10 fish armisht, a me jam sy. A e tini, pse? Për shkak se ata dinë shumë mirë, se një ushtar i krijuar si duhet, vlen sa 100 palës tjetër, nga një dhe sa 1000. Dhe mënë, kualiteti e përcakton fitoren, jo kvantiteti. Edhe ku krijohet kualiteti? Ne mund të kryojmë, ne mund të nisim, mi po e lom, kretë botës tjetër. Ne bojmë hizmetin edhe punë të përputhen. Është interesante, nuk është rastishme, se informacionin rreth kurrentit e dini ju, para se me ditë personi cili është ndoshta shtylla edhe thelbi i biznesit. Për shkak se ndodhi pak para se me unis për Ferizaj. Unë flas për gjëra konkrete, për gjëra që i kemi prek, jo larg nesh, ato larg nesh që librat i kanë shkruar. Edhe historia njeh me miliona kështu raste, po, që nuk janë të rastishme. Mos mendoni se ka ndodhur rastësia. Këtë është determinuar. Vetëm ne duhet me u lidh me ato determinancë dhe puna është. S'di sa isha i qartë, më merr mendja se e kompletuam temën, faleminderit për vëmendje.